Gocat, mirëmëngjesi, avash me vrap. Falenderojmë shumë vajzat e Kako Dance Academy. Shumë faleminderit, veshura kaq bukur kuqezi në ditën e flamurit. Gëzuar dhe faleminderit. Që nisëm programin për ditën e sotme, sepse është dita jon kur nga më i vogli tek më i madhi na bën të ndihemi më të bashkuar, më krenar në ditën tonë të flamurit. Sepse vetëm 113 vite më parë disa burrat Mënçur dhe Trima vendosën që të ngrenë flamurin në Vlorë. Dhe sot gjithçka do të flasi dihet kuqezi. Tani sepse më dole përpara mua. Po më i uruar doja tash të vrapoja shpejt, tash të bija këtë, të bija vetë, tash hajde, është ku është dita. Marri goja për i flamurin. Simboli më i bukur, flamuri më i bukur në botë që na bën të ndihemi krenar. Ndaj edhe sot do të dedikojmë kësaj hapësire, ashtu si kundër edhe shumë aktivitete festive që do të mbulojnë vendin, për të kujtuar atë ditë të rëndësishme, për të kujtuar ata njerëz që na bëjnë të kujtojmë, të falenderojmë dhe të reflektojmë për të dashur dhe për të respektuar flamurin tonë kuqezi. Të bën të ndihesh krenare, ndjen këtë ndjenjën e patriotizmit apo janë thjesht klishe këto fjalët që themi? Jo, jam patriote, jam, se si jam. Je patriote, ndjen. Përderisa mërgova vite dhe u ktheva këtu, në një moshë që njerëzit në këtë moshë kërkojnë të jeni jashtë, të kenë gjitha shërbimet, unë erdha këtu. Do thotë që jam patriote. Pak, të më shumë se gjysma është patriote. Janë dhe shprejnë. Shumë. Gëzuar të gjithëve, është një ditë pushimi. Gëzuar. Nuk ishte liri sot më të bukur se sa ta kaloja atë rrugicën, atë rrugën, atë lagjen, pa trafik. Nuk ishte trafik dhe kjo ishte gjë më e parë që u vëre. Përveç atmosferës erdhësh. Edhe përveç edhe atmosferës që zotërohet, mbi zotëron, edhe në rrugët e Tiranës, po edhe besoj edhe në qytetet të tjera, por me bukur është në disa balkone, kur shefat të flamurin të vendosur aty, të bën të ndihesh vërtet mirë. Normal, patjetër që ndihesh mirë. Edhe unë ndihem mirë, që të shoh kaq bukur dhe me që ndihem mirë, dua dhe ti të ndihesh mirë dhe bukur. Ja, kështu. Faleminderit shumë për të gjitha anvisat që na shkruajnë vazhdimisht, do të kalojmë tani tek gatimi, për receta, për sugjerime, për kritikat, vlerësimet tuaja, në lidhje në raport me shijen që ne japim edhe vlerën që japim kuzhinës tradicionale. Ky është misioni ynë në radh parë. Të promovojmë, të mos harrojmë tabanin e sigurisht të ndërtojmë edhe receta që janë të thjeshta dhe shumë të leverdishme mbi të gjitha për xhepat e familjeve tona. Tani le të prezantojmë recetat që do të gatuajmë sot. Një byrek me oriz dhe mishpule. Tepër i thjesht ato petet që do t'i hapim patjetër, për petet mielin holandjes, unë e kam hapur më përpara, e kam bërë brumin më përpara, se doja të sodisja me shumë kënaqësi këto vajzat e vogla, këto shqiponjat e vogla. Këtu kam vendosur qepën e grirë me ujë dhe tani shtova pak usfare vaj, kam parazir normalisht mishin që do ta lë edhe pak sa të zihet, orizin e parazir gjithë e kam të parazjera, por nuk harroj mielin ola që e kam. Nuk ka nevojë as ta parazje dhe as gjithë sepse është ka të facilën e duhur të miellit, sikurse do më duhen edhe vezët. Që do t'i shtoj në fund fare. Doni më për belulin. Nuk e besoj sepse topin ja jap Andronikit për recetat. Kur thua për recetat, unë di të them që ne zgjedhim të punojmë dhe të gatuajmë me produkte të cilësisë së parë. Meqense ishim te vezët Ovital janë vezët që na garantojnë cilësinë, proteinën, omega 3 dhe freskinë e tyre, të cilat patjetër që janë prioriteti i çdo familje, i çdo konsumatori. Ne tashmë jemi më selektiv si konsumator, më vjen mirë që kemi një lloj ndërgjegjësimi, ndaj duhet të zgjedhim produktet e duhura për kuzhinën dhe shëndetin tonë. Coptoj mishin, faktikisht. E ke zier mishin e pulës. Coptot mishi. Qepa është duke u tretur, duket që është më transparente. Dhe nga një proces tek tjetri, në ta ndjekim me vëmendje përpara se të kalojmë te procesi i dytë, pas tretjes së qepës që shtuam mishin, le të tregojmë produktet sepse janë shumë pak. Çfarë receta të traditës e kemi thënë, kanë pak produkte dhe kanë shumë shije. Edhe duke patur parasysh faktin që ato vijnë nga gjyshet tona, deri në ditët e sotme, byreku me mish pule dhe oriz është në ekran i shkruar, merrni përbërësit, ju duhen 2 gota miell, 2 qep të grira imët, 2 gota oriz, 2 vezë, 1 pul fshati, lëng pule, vaj ulliri,
krip, piper, borzilok i thatë, në energjik gjithashtu niseshte për hapjen e petëve, në mënyrë që ato të qëndrojnë të buta dhe të hapen kollaj fare. Tani, brumin e ke zënë, sigurisht që përfitojmë nga minutat e emisionit që do të shtoj, op, me radhë. Që Erza. të heq taljerën, piperin, masën e kripës, normalisht nga lagështira që krijon avuj, do shtoj dhe borzilok të thatë. Një përzierje shumë të mirë, që e pashikohet që është transparente, kur merr të ngjyrën e bardhë do thotë që është e bërë, dhe bashk me orizin. gjithë përbërësit e tjerë, unë do të shtoj dhe orizin. I ka të gjitha mbushja. Pra qepën, erzat, mishin e zier dhe orizin e zier gjithashtu. Të dyja duhet të jenë të ziera para se të kalojnë tek përzierja me erzat dhe qepën. Do t'i lë pak sa e ul nxehtësinë dhe nuk më duhet asgjë tjetër Të hapim petët. veç se Vezët? do t'i bëj të gjitha gati. Okej. Pasi të bashkohen dhe të qëndrojnë mirë në masën mikse. Normalisht që u jap kohë, Kemi më shumë ambisa që na ndjekin, duke qenë se është një ditë pushimi dhe janë më të reatuar, duke menduar për të gatuar, po pse jo, dhe shumë veta zgjedhin, meqense janë disa ditë pushimi, se është e premte, shtune, diel, para dhe hëna pushim, zgjedhin që të kalojnë ditët e pushimit në pikat e bukura turistike të vendit tonë. pakës fare piper, dhe jam në rregull. Shtojmë te petët apo te mbushja këtë masë? Tek mbushja. E largojmë këtë që unë të kem pak hapësirë. Një pastrim vendit ashtu siç ka hije kuzhinës. Dhe hapim petët. Ndërkohë që hapim petët, le të bisedojmë çik, le të hapim çik edhe bisedën me zonjat tona. Tregoni pak çfarë gatuani sot, jeni më shumë në shtëpi, duke qenë se nuk merrini me jo fëmijët, çorëmarrje dhe apo gatimet e shpejta që duhet i përcjellnit për në mëngjes në shkollë. Numrin është në ekran, na tregoni se çfarë dhe si po kaloni, çfarë po gatuani dhe si po kaloni këtë ditë të premte. Ne jemi këtu, po gatuajmë byrek me mishpule dhe oriz. Një recetë e shpejtë, kemi dhe receta të tjera në vijim. E punoj sërish. Ndaj le të dëgjojmë edhe zërin tuaj, na telefononi nga qytete të ndryshme, edhe bashkë bisedojmë pak së bashku. E punoj brumin mirë. Se që ke një mënyrë të veçantë ti të përgatitjes së brumit këtë punimin. Si te kavardisja që është shumë e rëndësishme për një gjellë, ashtu është edhe trazimi dhe punimi i brumit për petë të shkrifta, për byrek të shishëm. Tek brumi, ku ka krip, ka pak sheqer. Ku ka vaj, ka uthull. Dhe brumi e kërkon e gatimit. Këto dyshe shumë të mirë. Është e pandar në brum, ose në të kundërt, dhe ne kemi thënë që me maja. Ja, për shembull këtu, unë e kam bërë me një sështe, edhe nuk më ndihmon. Atëherë, e punoj mirë, sa më mirë të punohet brumi, aq më mirë shiko, aq më mirë mblidhet. Ja, derisa krijohet grushti i dorës të kapi. Po, marri këtë formë e rrumbullatët dhe të qëndroj i butë. Me dhe këtë petën tjetër dhe filloj. Të diet me kulaçka, poshtë dhe kulaçka lart, për ta mbushur pastaj me mbushje të ndryshme. Edhe të gati që ta kemë. Po, nëse ne respektojmë, si të thuash,
temperaturën e ujit që zëm brumin, ajo është një pikë kryesore për trajtën, cilësinë, jo vetëm të brumit, po deri në fund, deri tek pjekja, që edhe ajo ka rëndësi për një byrek të... Ta bëjmë petulla këtë? Po më thonë këtë pjesën tjetër do ta shfrytëzojmë. Janë pulaçka të sipër, pjesa tjetër e brumit, që ja du ta shohim që doni ka marrë atë... Qa të doni më keni një për petulla aty. Po një jemi si kuzhina e petullave e brumit. Po. E pse jo? Janë pjesë e traditës tonë ato. Tani do hapim sa pëllëmbadorës, që më pas të hapim petën e madhe. E kisha tek temperatura, me qënë se e nisa, e kemi thonë vazhdimisht, dhe gjithmonë kanë visa të reja që i bashkohen ekranit tonë, që kanë hapur ekranin. Nëse ne ose gabojmë pak me temperaturën e ujit, pra nëse ai është i nxehtë, do na qylloset më shumë brumi, ose nëse i fort, brumi do të qëndrojë më i fort, por që nuk kemi rezultatin e dur. Kam bëritur një telefonues, ndërkohë mirë presim, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, gëzuar festën e flamurit. Gëzuar festat, ju lumshin duart. Faleminderit. Albanës i lumshin duart. Faleminderit. E ndjen këtë ditën e flamurit? Ke një lloj ndjesie kështu? Unë tani do bëj petulla, sot për ditën e flamurit do bëj petulla, se ditë lindje e neve në fakt, kur lind një bebe bëjmë petulla. Po, ato petullat me maja. Me maja i që i lëm të vinë. E ne nga Korça i qajmë ato, por që gjë brumin neve... Ju jeni në Korçë, telefononi nga Korça? Jo, jam në Tiranë. Jeton në Tiranë. Tani, me qënë se është dita e pavarësisht dita e flamurit, besoj se dhe gatimet ju vendos në një simbolik, kur bën ato formën e flamurit. Normal, bën gjitha. Keni vendosur për shembull në balkon apo në shtëpi ndonjë simbol, ndonjë element patriotik? Po, mi kam flamurin. Ke bën flamurin? Bukur. Kam edhe llambat e vitit të ri. Të di gjitha bashk, edhe dekorin e vitit të ri, edhe simbolin. Mbaroj punën tonë, gatuar e drekën, në kur pa drekën, në vishe me kuqezi sot. Do vishe një kuqezi, bukur fort. E gëzuar të jesh. Festat të bekuar, festat të bukura, familjarisht, i kemi përpara, vetëm me shëndet. Edhe me gjithë mira të zot. Të falenderoj. Përveç petullave, çfarë do gatuash për drek sot? Petullat e janë për mëngjes. Po, jo, petullat mëngjesi i kaloi, tani ikëm gjithë. Tani petullat do bëj bazë pavolinit, që do shtroj për drek. Mishi është i parë. Kemi edhe në atë mishin do bëjmë një mish me patate. Edhe mish jani. Edhe turshit. Kemi turshit. Turshit, domate, lakra, speca, patlıcan. Fiks, të gjitha. Edhe kemi dhe një byrek. Gjithë të gatime për ditën e sotme. Sa veta jeni në familje? Jeni 4 veta. Aman të vidhun të shtëpia jote? Hajde. Ta gjenje shtruar se vetëm gatoj. Hajde një të dyja. Falenderit shumë. I marim adresën. Të falenderojmë shumë. Që na hape dyrë. Të përshëndesim, të urojmë një ditë të bukur. Më vjen mirë, kanë dalë të gjitha dhe unë po përgatis tryezën festive me gatime të shishme, tradicionale, ato tipike tona të tryezave, jo byreku, tava me patate, turshit, që shkojnë shumë mirë në ditët e sotme, në ditët e fresta të ftohta. Edhe ne kemi turshit aty tek dollapi. Sa turshit kemi ne? Kemi përgatitur disa herë dhe ato që ndrojnë në frigorifer apo në qilarin e shtëpive, që t'i rezistojnë edhe të qëndrojnë për dimër. Hapim petën e parë, ndërkohë drejt përfundimit është hapja petës. Këtë besoj se tashmë e din në visat, kështu që ne na duhet të shkëputemi për 1 minutë për mesazhin e sotëm për prostatol. Ju vazhdoni të qëndroni për të na ndjekur dhe të na telefononi. Për 1 minutë kthehemi përsëri. Ishte erdhët përsëri, ja, kaq ishte shkëputja. Tani sërish do të kemi numrin në ekran, sërish duam të dëgjojmë zonja tona, me qënë se e kemi llogaritur hapësirën sot, që edhe mund të qeshim pak, duke hapur petët. E ke pasur çdo njëra atë që ka njerëz që ti je duke bërë punët e tua, secilin Terezinë dhe fillojnë ca njerëz fillojnë dhe qeshin pastaj.
Si të kujtojnë se që bluajnë me mendjen e tyre dhe qeshin me veten e tyre. Dhe ti I pyet, me mua po qesh, ç'pse po qesh? Po diçka kujtojnë edhe. Me mua e ke. Ti për shembull tani që po hapje petët. Mos më ngacmo. Ti po qeshje. Me ty. Me mua po qeshje. Me ty po qeshja. Më pëlqeu kjo shkëputje se na e bëri këtë petën shumë të madhe, duke punuar dhe duke hapur këtë petën që është elastike. Brumi ka qenë I duhur, në temperaturën e duhur. Këtu sërisht. Çojmë pak mbushjen, do t'i hedhim pak vezët apo të ftohet edhe pak. Vogël, prit. Tatim dhe një petë tjetër pra. A dojë të qeshtim bashkë, kërështë pushimi, që do? Presim telefonata nëse jeni aty duke na ndjekur. Përshëndetje, ja një zile që vjen në studion ton, në kuzhinën ton. Nga e kemi zonjën? Po na dëgjoni nga telefoni, se është më e lehtë. Mirëmëngjesi. Nga ju kemi? Mirëmëngjes. Të përshëndesim. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Nga Tirana jam përmetare, po nga Tirana. Më I përmetarja jonë. Në ratë të parë gëzuar festën. Gëzuar. Gëzuar qofshim gjithmonë, motë e jetë, të gjithë bashkë. Urim shumë I bukur. Jam thuaj, si po e kalon ditën e sotme? Motë e jetë. Tani, unë sot kam stavë kosin e një qingji, edhe një qumështor. Edhe një qumështor. Si pas cilës tradit? Pa. Se ka qumështor me pet, pa pet? Qumështori me pet. Me pet po e bën. Shiko se andisat e përkthejnë festën e flamurit të gatimet e tyre. Kemi festë dhe aty e gjejnë atë burimin e frymëzimit për të uruar, për të përshprehur atë kënaqësinë e tyre. Me sa po kuptoj, jeni sa veta në familje? Po tani ne këto festat me zi I presin. Absolutisht. Shqyr që I kemi. Shqyr që I kemi. A ka vend që ka më shumë festa se sa ne? Shqyr që I kemi, kalofshim mirë o Zot, qofshim mirë, kemi mirë fëmijë, Amin. Ato që janë të gjithë shqiptarët qofshin të gëzuar, e të lumtur. Kudo ku na ndjekin, I urojmë dhe ne të njëjtat urime dhe bekime që ti sapo I përmende dhe të falenderojmë shumë që telefonove dhe që shprehve urimin tënd. Edhe ju për këtë ditë qofshin feste. të lumtura, të gëzuar dhe gatuar shumë. Shumë faleminderit. Faleminderit. Një ditë të bukur kalofshi. Të përshëndesim nga kuzhina, duke përfunduar dhe ne jemi me byrekun. Ja t'i japim edhe ato veprimet e fundit, sepse na duhet një bazë më e plot e petëve për të mbajtur peshën e mbushjes, mishit, orizit. T'i shtojmë edhe pak vaj. Dhe direkt Furën e kam shumë në vajza 200 është treguar vigjilente, se kisha ndezme, në 200 gradë. Okej, dhe ja aromën e ka marrë. Se do njëherë e kuptojmë shijen që merë mbushja nga aromat që ka. Super. Në mënyrë të njëtrajtshme, edhe mishi, edhe orizi. Shifeni pak, tani do ta mbyllim, do t'i shtojmë edhe në fund fare mbi petët e palosura, është si I hapur, do qëndroj mesi I hapur. Ka një petë të madhe, që shkon përtej madhësisë së tepsisë, një petë sa baza e tepsisë, hidhet mbushja dhe më pas petët bashkohen palosen ja kështu. Akoma, vetëm e vendos në furrë dhe akoma nuk kam mbaruar. Nuk e edhim tani. 5 minuta. Të thahet pak, peta. 5 minuta. Sa largoj dhe unë të gjitha? Po, me çfarë gatuajmë pastaj, çfarë merremi? Merremi me
Dhe i sjellin dhe produktet, ndërkohë që bëhemi gati, na duhet një farë kohe, disa minuta të sistemojmë tryezën, kështu që shkëputemi për pak publicitet, është momenti të falenderojmë bizneset tona që na mbështesin dhe rikthehemi për të vazhduar me gatimet. Jemi sërish në kuzhinën tonë, mirë se erdhët. Përsëri do të tregojmë tani një recet po aq të shijshme, të thjeshtë. Kemi vendosur që sot i sjellim sa më të thjeshta dhe të mos e implikojmë shumë punën në kuzhinë. Por që të shkojnë dhe me njëra tjetrën. Por që të shkojnë dhe me njëra tjetrën, do kombinohen më së miri shihet, disa kungulleshka tani të pudrosura me miell, po ashtu edhe me erza krip apo Vetëm i shtojmë në fund. Pra, receta e kungulleshkave në kos, të cilat marrin një shije, tjetërsohen ato kur skuqen. I shojmë edhe së bashku produktet, duke u ndihmuar për t'i mbajtur shënim në bllokun tuaj. Ja ju duhen kunguj të njom, gati 1 kilogram, pak miell për spërkatjen, pudrosjen e kungujve, vaj për skuqje, salc kosi ose kos i trash, 4 thelpinj hudhër, 1 lugë gjelle uthull, 4 lugë gjelle vaj ulliri, krip edhe koper. Se bim të tjera aromatike që mund t'i preferoni, po kungujve ju shkojnë shumë koperi. Teksa bëhen, le të marrë dhe pjesën tjetër që mua. Më ngeli gjysma. Pra, vendosëm E gatimit. recetën e parë që kishim, vendosëm byrekun të thahet pak petët, që ta vazhdojmë më pas të proces të pjekjes, sepse i duhet të shtohet edhe vezët. Që në ka Është shumë nxehtë, është gjigj. Vezët, 2 vezë dhe lëngun e pulës. Lëngu pulës është me 2 kopra vezë. E përthith me një herë orizi dhe shpërndahet gjithandej. Orizi është i zjerë gjithsesi, do të qëndrojnë lëngjet aty, bashkë me 2 vezë të plota. Shi dhe përthithja. Pra mbani mend, këtë përzierje nuk do ta shtoni direkt sapo të mbaroni me hapjen e petëve dhe mbështjelljen, por do ta vendosni fillimisht në furnja 5-6 minuta dhe më pas do t'ja shtoni. Ka dhe yndyrën e duhur të lëngut të pulës. Pak vezë, lëngu gjithashtu. Lyej gjithë si përfaqen. Gjithë si përfaqen e lyej. Të dalë ashtu e pjekur mirë me atë ngjyrën e verë në të kuqeremt. Shtoj. Prandaj dhe nuk shtova mish shumë, sepse doja të shtoja dhe... Zot, çka të janë këto me? Po. Ja. Opa, kështu. E bëre kështu tamam si... Oqe. Oqe e bëra. E marë, se dhe unë dësha të bëja të njëtin gabim, pakos fare vaj, po të isha dhe i qik vaj, se shtrati tyre du të jetë ashtu i duhur, ja. Super. Dhe si që janë në përqapim, Si i vonë në shqiponja. gjatësi. Si formën e shqiponjës ka marrë. Ne e solli pak të atmosferë dhe në gatime. Pjekim tani, vendosim për të pjekur, të marri kohën e duhur dhe kalojmë sërish tek kungulleshkat të cilat zbuten në një anë, do t'i kthejmë nga ana tjetër dhe më pas do ndërtojmë atë bazën e kosit me pudra dhe me vaj ulliri. Pjesa tjetër më duhet më pak e bërë. Më pak e bërë më duhet. Thjesht sa, sepse është zbutja, për t'i zbutur ju vendoseni një kapak, unë nuk kam nevojë të bëj kapak, sepse sa ka marrë në praun tjetër, këto janë bërë. Ja. Bukur. Si një lloj taratori, shihet përzien. Mirë, Shija e kungujve me kosin me hudhra. Duhet i plot kosi. Jo shumë i lëngët. Heq.
vërtet është tarator, por një tarator me shije, jo kështu. Tarator të mbelash. Me shije, me aromë, me vlera. Ta kosin, proteinat e kosit, sasinë e vlera vitaminave për të kungujt. Sepse duke i pudrosur pak me atë mielin, ne arrim që të timbajmë ato të butë brenda. Shoh që kam mbritur një tjetër telefonat, le ta mirëpresim. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Nik, jeni shumë e mirë bashkë me Albanin. Faleminderit. Faleminderit. Nga po telefononi? Nga Durrësi. Nga Durrësi. Ela nga Durrësi. Të përshëndesim. Po, jeni ndjekim çdo ditë. E vlerësoj shumë. E vlerësojmë. Një lloj angazhimi është edhe ky për të na ndjekur. Dhe për të përfshirë në emisionin tonë. Edhe Ylli Merja në ndjek çdo ditë. Çdo të hanë falni. Faleminderit. Urojmë dhe shpresojmë që kemi. Po falni, doja të dija adresën e Ylli Merja, ku ndodhen në Tiranë, sepse kam një problem shëndetësor. E kuptoj. Ja, do të merret stafi ynë për t'u treguar adresën që ndodhet atë te ish restorant Durrësi, rruga Ferit Xhaiko, por gjithsesi gjendet kudo nëse ju pyesni dhe rruga Ferit Xhaiko mbrapa ish restorant Durrësit. Kjo është adresa. Të falenderojmë që telefonovem, nëse je aty në linë, trego pak rreth gatimeve të tua të sotme. Çfarë gatuani ju në Durrës? Ju lutem se jam shumë paqet. Rruga Ferit Xhaiko. Rruga Ferit Xhaiko, mbrapa ish restorant. Po. Tani, më thuaj pak, çfarë gatuan sot? E shikon dhe në YouTube, që të mos marrim kohë telefonatave të tjera. Rruga Ferit Xhaiko, restoranti. Durrësi, mbas restorant Durrësi. Se ti edhe nga Durrësi, duhet ta fiksoje këtë pjesë. Do të mieli këtu të shkretës. Mirë. Atëherë dëgjoj, shtova pak miell. Shtove miell dhe lëngun e pulës. O mete, ku hallet e veta gjithë secili. Këtu shtova pak miell në yndyrën që kisha kungujt. Po. Bëra një kaudisje shumë të pakët. Ne kryejmë atë lidhjen organike. Përse? Mos ta konsumoj të gjithë. E përziej. Pra, me lëvizje të shpejta, që edhe mielli mos ta kokrizohet. Këtu kam kosin, që ta kemi atë masën kremoze. Pra thash, disi më ndryshe nga që bëjmë herët e tjera. Edhe më me vlera shëndetësore, lëngu i zogjve i pulës së freskët, sigurisht që ka nivele të larta të elementeve që e bëjnë jo vetëm të shishme gatimin, por edhe më të shëndetshme. Të duhet ujë këtu apo e kemi aftueshëm? Jo, kaq. Aty do të vendosim kungulleshkat. Mirë. Do të shtoj kungulleshkat. Prandaj thashë më duhet pakës fare. Kam 2 thelpit e hudrës. Ne lëm të mpikë, sepse ka pak miell dhe nga kungujt, të cilat janë zbutur dhe pak të zëngjyrë. Duhet të marrim pak ngjyrë kungujt në këtë recetë. Po, sërisht një trazim, po pa tjetër nuk do harroj t'i shtoj masën e kripës. Pakës fare piper. Ja, masën e uthullës. Super. Dhe kur të ftohet, unë do t'i shtoj koper. Okej. I largoj të gjitha. E lëm tani. Kjo ishte receta, i lexojmë pak produktet së bashku. Koperi sepse shkon shumë me shijen e kungullit në fakt, është një qetësues shumë i mirë, bashkë me shijen e butë të kungujve, i duhet 1 kilogram kunguj të njom, pak miell për spërkatin e tyre, vaj për skuqe, salcë kosi, hudhra, 1 lugë uthull dhe vaj ulliri për t'ja shtuar në fund, për t'ja shtuar dhe shijen dhe vlerat, sigurisht kripë dhe koper për të rregulluar shijen.
Tani, vazhdojmë të lexojmë të tjera produkte për recetën tjetër, recetën e ëmbël, e mbyllim pak me ëmbëlsirë, me llokume për të qërasur, do na vi njerëz për festa, duhet I kemi gati ëmbëlsirat, I kemi gati qërasmat sipas traditës tonë. Çfarë ndodh me llokumet? Si I përgatisim ato? Na duhet patjetër baza e tyre është një seshtja që t'i japi atë formën e duhur, ne duhet sheqer për llokumet e trëndafilta, ujë, një seshte, ujë trëndafili, limon tos, pak ngjyrues dhe 100 gram sheqer pluhur. Ne kemi produktet në tryezë, do të bëjmë pak një masë më të kufizuar, më të vogël, sepse kur I bëjmë një herë I bëjmë, do të bëjmë tamam një sasi të konsiderueshme, sepse ato qëndrojnë për gjatë dhe I kemi për të qërasur, ose për t'i çuar dhurat diku. Ma një sebep. E largoj. Baroj receta? Dhe e lë, normalisht e lë që të mpikset. Do mpikset nga mielli. Edhe pak kopër me gërshër mund t'i shtosh Niki. Po. Vendos direkt të nxeren që të jetë në gatishmëri. Kam sheqer. Derisa të marrë nxehtësinë. Ujin e kemi të nxehtë? Po, ujin e kam të nxehtë. Dhe në rregull ujin nxehtë. Në rregull. Do ta shikoja. Mund t'i shtojmë dhe arra këtyre llokumeve apo jo bëhen dhe Atëre, unë nuk do t'i shtoj ngjyrues, se normalisht kur unë them ngjyrues, gjithë secili nga ju mund të përdorin ngjyruesin. Por është gafa ime më e madhe nëse dikush ka probleme me ngjyruesin, e përdor dhe mund të mos qoftë nga mbimorja, qoftë dhe nga ushqimoret. Pra, nëse ju dëshironi, I lëni të bardha, kjo është në përkrahje të njerëzve që kanë probleme me ngjyruesit, dhe I shtoj ara. Pra do më dali një llokume e transparent si dikur. Shtoj dhe masën e sheqerit që të gjithë. E po tash ngjyrues jo këtë jo, po sheqer do t'i shtoj, se llokume është. Llokume pa sheqer s'ka se si. Edhe masën e një seshtes jo të jetu I nxehtë. Po të jetu I nxehtë, normalisht, që do pra duhet të nxehet të ngrohet rrugës, po thua, duke e trazuar, jo që në fillim I nxehtë. Një seshte dia që derisa të ngrohet tani uji. Ajo cimentohet, kështu që duhet të trazohet në mënyrë të vazhdueshme. Jetë një sy byrekut, jo do akoma, gjithsesi derisa ta mbyllim për pak minuta që ne duhet të shkëputemi. Për sa na duhet? Për tani. Me vrap direkt, për tani, ju mos harroni se për tani. Shtoj pak limon në vend të limon tozdit. Po, e zëndësojnë shumë mirë njëra tjetrën. E lë, pak duar, tak. Ne do ta vazhdojmë punën në kuzhinë, do të vim pastaj ti shikojmë llokumet, se do të jenë, besoj, do kohën e vet, të ftohet, të prihen, po, të bëhen thuaj më se më kapi vapa, thuaj. Thuaj më e uruar, thuaj. Si vazhdo punën e qetë në kuzhinë, unë do të pres 2 miq sot për të na sill pak në atë atmosferën e ditës së sotme, ditës së pavarësisë, duke na prezantuar objekte të ralla, të vjetra, si koleksionistë që janë dhe shumë mirë që në vendin tonë ka njerëz të tillë që ruajnë historinë përmes këtyre objekteve. Albana do të vi pastaj. Kështu që vazhdojmë punën. Deri tani e kuptuan pak a shumë procesin e përgatitjes së llokumeve, ne shkëputemi tani për fleshin informativ dhe takohemi në këndin tonë të bisedës. Paraditja
Erdhëm në studio në këtë ditë historike, në këtë ditë identiteti dhe krenarie, jemi me fat që në vendin tonë kemi njerëz të cilët na e sjellin historinë në diçka të prekshme, të gjatë, përmes dokumenteve, përmes materialeve. Jemi me fat në fakt që në vendin tonë prej vitesh ekziston shoqata e koleksionistëve të profileve të ndryshme dhe dy prej koleksionistëve së bashku me kryetarin e shoqatës së koleksionistëve Julian Demeti, koleksionist dhe kryetari i kësaj shoqate, bashkë me Eros Hoxha, koleksionist, vinë në studio me dokumentet e tyre. Kënaqësi që jeni këtu. Faleminderit. Dy koleksionistë që keni të përbashkët dëshirën për t'i ruajtur këto dokumente që sigurisht e bëjnë historinë, siç e thash dhe pak më herët, diçka të gjallë, më të prekshme dhe shqyr që kemi njerëz që koleksionojnë. Janë sa koleksionistë numrojmë, Julian? Faleminderit një përshtatjen edhe gëzuar ditën e flamurit. Shoqata koleksionistëve daton rreth vitit 91, është krijuar që nga 91 nga koleksionistë apasionuar të periudhës, të cilët u kujdesen që themelojnë një organizat, një shoqat, ku koleksionistët jenë si një organ dhe të përfaqësohen si një grup bashk, duke pasur edhe një organ shtypit, revistën Koleksionisti, që unë kam sjell kopjen e fundit. Që prej vitit të parë që prej vitit 94, organi shtypit, pra Koleksionisti, revista botohet 2 herë në vit, është dhe në formatin e printuar dhe të digitalizuar në faqen zyrtare të shoqatës, tek shksh.al, ku të gjithë interesuarit, po, ky është numri i fundit, ku të gjithë interesuarit mundet lexojnë artikujt në formatin digital. Edhe në formatin digital. Në gjithë botën mund të po. Lexohet. Është me, në çdo numër, koleksionistë ndryshëm shkruajnë mbi tematika të ndryshme, gjetje kryesisht, apo studime, kërkime, mbi objekte të fushave të ndryshme, siç është filatelia, numizmatika, filaristika, medalistika e të tjerë. Dhe sot është revista e vetme dhe më e rëndësishme për koleksionimin. Po, në 2 gjuhët, në shqip dhe në anglisht. Po, koleksionistët sjellin shkrimet e tyre me fotot e po, pra redaksia i shikon dhe përzgjedh shkrimet më interesante, kujdeset që mos ketë përsëritje, kujdeset që përmbajtja e tyre të jetë sa më e saktë. Edhe cilësia duket po, ka ardhur duke u përmirësuar ndër vite. E kam me rak vetë Julia të punës. Bashkë me doktor Bashon, që është kryeredaktori doktor Jovan Basho, është kryeredaktori i revistës Koleksionistit, bashkë me ekipin e redaksisë, ne kujdesemi që cilësia, përmbajtja e artikujve, po dhe printimit të jetë gjithmonë në rritje. Super. Tani, ta lidhim pak me atmosferën edhe me ditën e sot, me ditën e flamurit, sepse secili prej jush ka ato koleksionet, pasionet e veta, mes koleksionistëve shkëmbehen materiale të ndryshme, merren, do të thënë ka një histori të gjallë mes tyre, do të thënë duhet ta kesh shumë pasion këtë fushë që të sjellësh dokumenta të tilla edhe ti koleksionosh ato, se di se sa e vështirë është për ti mirëmbajtur edhe për ti gjetur hapësirën e duhur, apo jo një nga problemet. Gjithsesi, sot çfarë dokumenti mund të prezantojmë në një ditë të tillë të bukur të pavarësisë? Ja kemi një dokument që tregon deklaratën e pavarësisë, ekziston ky? Tani Rosi do të tregoj dokumenta shumë interesante, por meqense jemi në datën tonë të veçantë, me 28 nëntor, unë do të tregoja një dokument, në fakt është një botim, është një broshurë i dokumentit të pavarësisë. Sot që ne po diskutojmë, fatkeqësisht nuk e kemi dokumentin origjinal, aktin e pavarësisë, dhe përveç se nuk e kemi, nuk e dim se ku është. Kjo është edhe më e keqe, por ajo që ne kemi lefnosin si një nga ata individët të cilët u kujdesen të ruajnë dokumentat e shtetit shqiptar, që nga themelimi, pra që nga pavarësia, për ta pasur një imazh edhe më të qartë të aktit të pavarësisë, lefnosi u kujdes të bënte dhe të botonte një broshurë, të cilën për 25 vjetorin e pavarësisë në 37-ën, të cilin u botua në Shtypshkronjën Luarasin Tiranë, në 28 nëntor 37, dhe e cila u shit me një vlerë 1 lek. Arsyeja e kësaj broshure ishte dokumentimi i aktit pavarësisë, sepse gjithmonë dihet që nga pavarësia, por që nga 12-ta ka pasur gjithmonë tendenca të shtoheshin emrat edhe
antarët që e kanë firmosur, dhe lefi u kujdes të botonte një broshurë, dhe përmes kësaj broshure jo vetëm e bëri publik aktin e pavarësisë në publikun e gjerë, por në një farë mënyre dhe ndaloi mundësinë që akti i pavarësisë të kishte ndërhyrje në të. Siç ndodh në përgjithësi për aty janë emrat dhe firmat? Emrat, firmat dhe një fotografi e flamurit. E flamurit dhe antarëve. Ja, dojmë pak te kamera që të shifet edhe nga publiku për të interesuar, duke qenë se mendoj se duhet ta njohim dokumenti pavarësisht nuk e dim se ku është sot. Falenderojmë Lefin që ka bërë këtë punë, që sot ne kemi një kopje të dokumentit pavarësisht, sepse do na thoshin të tjerët që shikoj ju s'keni asnjë që vërteton një dokument që paktën e kemi. Kjo broshurë këtë bën, pra sjell jo vetëm përcjell dokumentin, por nosi u kujdes që të mos kishte më ndërhyrje në ataj. Dhe shumë dokumentat të tjerë, jo vetëm deklaratës. Po si dokumenti kryesor, si akti pavarësisht, ai është dokumenti i parë dhe më i rëndësishëm për është si puna e certifikatës. Ky dokument që thoni ju nuk gjendet edhe nuk është në ditët e ai dokumentin dokumenti ka qenë pjesë e arkivës qeverisë Ismail Qemali. E ka administruar Qemal Kara Osmani si sekretari, ai i ka administruar gjithë dokumentat. Më pas e mori Lefi nga familja e tyre për ta shumëfishuar dhe për ta dokumentuar, bëri një punë shumë të mirë, sepse të paktën nga ai e dim se si është nga fotografia e tij. Biles është dhe kopja e fotografisë te Fototeka Marubi, më duket. Më pas ai e ka kur është bërë, ka qenë për vjetori, kur ka dalë, besoj ka dalë rreth Ky daton në Ky është 37. Më duket se ka dalë edhe një herë në 42-shin ose 43-shin në një përvjetor, në 42-shin. Dhe pastaj nuk u pa më, nuk doli, nuk u bë më publik. E dim që e ka administruar qeveria e Enver Hoxhës pas 45-s, por nuk u bë më publik, nuk e mbajti as kur u krijua arkivi që shumë dokumenta të pavarësisë u dorëzuan në arkiv nga Ferit Vokopola, ky nuk u dorëzua. Ose për mendimin tim, ose ka administron familja e Enverit, ose diku është bërë dhuratë, se nuk ka mundësi të zhduket një dokument. Një dokument kaq i rëndësishëm që tregon. Ka hipoteza, edhe mes nes koleksionistësh shpesh diskutojmë, ka disa hipoteza që duhet të jetë diku, pra një hipotezë është jashtë Shqipërisë, dhe flitet që mund të jetë ndoshta edhe një shtet tjetër. Por nëse do të ishte këtu, një nga hipotezat që thotë Rosi është ata që kanë pasur akses në një dokument kaq të rrallë dhe kaq të rëndësishëm. Sepse unë kam një dokument, për shembull e kam sjell dhe këtu dhe është fakt shumë interesant. Ferit Vokopola, për shembull, i ka dërguar një letër Enver Hoxhës. Këtë të mirë ka pas Feriti edhe si Lef. Jo, përveç Feriti e bënte një dokument, e bënte në 3 kopje, që mos të humte. Dhe këtë e ka pas gjithë të mirë. Edhe i thot, në vijim të letrës sime datës 24 tetor 62-shit, lutem lejoni që t'ju bëj dhurat për vjetorin e çlirimit dhe të pavarësisë, 4 akte përfaqësimi. Aktin e përfaqësimit origjinal të popullit të delegatëve të Vlorës, të Ismail Qemalit. Akti i dytë është kryepeshkopati katolik të Shqipërisë që përfaqësonte Durrësin. Akti tjetër, po kështu që vebi Dibrën, për Dibrën, dhe akti tjetër që përfaqësonte vetë Ferit Vokopola, Lushnjë Beratin. Këto 4 dokumenta përfaqësimi ja ka dhuruar Enverit. Do thënë e ke dhe me pyetja që të gjithë njerëzit shumë mendojnë dhe ju ku i gjeni këto dokumente? Ku keni gjetur këto dokumenta për shembull të rralla? Aty pastaj po tregohet, kjo është pyetje që nuk i bëhet një koleksionist. Ideja është koleksionisti në rrugtimin e tij apo të saj. Si koleksionist gjithmonë është në kërkim. Ti je në klapa të saj, ka dhe koleksioniste? Po, patjetër. Prandaj duhet kujdesesh që patjetër që ka dhe koleksioniste. Në shoqatën tonë janë mbi 100 koleksionistë, ku ka kryesisht patjetër janë, domethënë, kanë qenuar janë me burrat, janë meshkuj, por kemi dhe femra, kolege, të cilët janë koleksioniste në klasa dhe fusha të ndryshme. Ajo që do thoja për burimin,
burimi është gjithmonë koleksionisti ka disa kënaqësi gjatë rrugtimit dhe gjuetia për të arritur për të marrë, për të gjetur një objekt është shumë e vështirë. Në të gjitha fushat, numizmatik, filatelie, kështu me radhë, në rastin e dokumentave, në rastin e tyre, padyshim që këto dokumenta ku kanë qenë, nëpër familje kanë qenë. Këta individ që kanë qenë pjesë e qeverisë, kanë qenë pjesë e stafeve të qeverive me radhë, sepse edhe në dokumenta janë po emrat e familjarëve të tyre. Dhe për një familje, në fakt, përveç kënaqësisë që ka për ta mbajtur një dokument, kur dokumenti përmban emrat e antarëve të familjes, gjithashtu është po aq e rëndësishme që ata e shohin dhe fakt kështu është në gjithë botën, që ky dokument është më i sigurt në duart e një koleksionisti se sa të mbetet në një familje apo në një institucion ku koha ka treguar që ato humbasin, ata dëmtohen e kështu me radhë. Shumë dokumenta për shembull Shumë dokumenta që kanë qenë në institucione shteti janë zhdukur, janë shkatëruar. Ke këtë dokumentin e di pse këto janë, ta marr një shembull. Ky është dokumenti i delegatëve të Peqinit, për shembull. Sepse Rosi, për ta prezantuar pak, ka deklaratat e sa qyteteve, deklaratat e pavarësisë të 7 qyteteve. Ky është e Peqinit, është e vetmja që është e formuluar në shqip dhe në osmanisht, se të tjerat janë në osmanisht. Domethënë kanë shumë filmat janë në shqip. Dhe këtu tek delegatët e Peqinit është dhe Dervish Elbasani ka firmosur atëre ose Dervish Biçaku. Po. Nuk e ka vendose pak mikrofonin, nuk ka problem, se dhe pasioni bën të vetën, dhe energjia për t'i shpjeguar dokumentat. Ky dokument nuk është dorëzuar tek Arkivi i Shtetit në atë kohë, sepse këtu shikojmë që në 45-ën, propozimi i Komitetit Ekzekutiv në prefektura Dervish Biçaku, që është po i njëjti këtu, është shpallur kriminal lufte. Dhe në qoftë se ky do dorëzoj atje, ta siguroj që do ishte shkatëruar. Do ishte djegur, do ishte grisur, nuk do e pranonim fare. Ja ku e vërteton. Prandaj që historia disa gjëra ka mundur t'i ruaj nëpërmjet njerëzve, jo nëpërmjet shtetit. Sidomos shteti jonë që është me mangësira, ne kemi një çik mentalitet, domethënë e zhbëjmë diçka për të kaluar në një fazë tjetër të sidomos ato 45 vjet kanë qenë ose ke qenë shumë i mirë ose ke qenë shumë i keq. Nuk kishte diçka të mesme. Tani përveç deklaratës së pavarësisht në Peqin, ke edhe qyteteve të tjera bashkë me bocelet e flamurëve, që ke koleksionuar dhe i ke që, domethënë, çdo koleksionist dallohet për fushën tipike që ai koleksionon, që është interesuar. Ka një fushë më specifike, ku është investuar më shumë, në kohë dhe ka grumbulluar apo i rrugë. Atëre, këto janë bocetet, 4 vilajetet propozuan si do jetë flamuri. Rreth viteve 11, para se të vinte 12-a, dhe u hodhën, domethënë, në short, kush do bëj flamuri, kush do ishte flamuri i Shqipërisë, dhe u bën disa bocete dhe u propozuan. Për shembull, ky këtu si flamur është ky ka përfaqësuar, ka qenë vetëm i flamur që është ngritur në 1912-ën nga batalioni i Mallakastrës për të vajtur për të luftuar, u mblodh në Berat për të luftuar në jug, sepse jugu i Shqipërisë, të dyja skajet ishin pushtuar, si veriu dhe jugu. Ata u mblodhën për të luftuar në jug kundra grekëve, që kishin marrë territoret shqiptare, dhe janë mbledhur me këtë flamur, janë mbledhur në Berat për të organizuar, pastaj për të shkuar më tej. Janë interesant, sepse ne nuk e dim shumë që në atë kohë propozoheshin si do ishin flamurët, ishte me konsensus, dhe në fund pasaj u zgjodh ky flamur, që ka edhe yllin lart, po që nuk është yll komunist, po që origjinali ka qenë me yll. Me 2 kurora. Yllin e 2 kurorat. Po. Më pas u hoqën këto të treja, mbeti vetëm Shqiponja. Mbeti Shqiponja, pastaj në 45-ën u shtua një yll, po që ishte ylli komunist, tani është hequr prapë. Sot duhet të interpretuar se ka njerëz që nuk i dinë dhe këto simbolet, pra, të Shqiponjës, ngjyra, pse e zezë dhe fusha e kuqe. Koleksionistë ndryshëm apo dhe historianë janë botuar ka disa botime në treg që realisht kanë studiuar flamurin. Te revista e koleksionistit, prandaj dua ta them këtë.
Tek revista e koleksionistit ke shumë studime, ke shumë informacione. Për të njohur historinë. Shoqata e koleksionistëve për mua është një institucion. Biles, nëse marrim një institucion shteti, nuk krahasohet me shoqatën e koleksionistëve. Se ata e bën një punë me pasion, janë profesionistë të vërtet, nuk do të thotë që të kesh mbaruar një shkollë apo të kesh një marrëdhënie pune në një institucion që ti të jesh mirë. Je i aftë kur ti e bën një punë me pasion dhe me këmbgulje dhe punon. Dhe shoqata e koleksionistëve për mua është një institucion i vërtet. Një institucion që shqiptarët janë me fakt që e kanë. Po, edhe me fakt që e kemi, sepse aty kanë ngelur shenja. Pas shumë vitesh kur ne mos të jemi më, do jenë këto libra që do shpjegojnë shumë gjëra. Historia rrjedh. Ndërkohë, Juli je profilizuar tek monedhat, kartmonedhat. Mund të na lidhësh në një monedhë kartmonedhë me këtë periudhën e pavarësisë? Fatkesisht, qeveria përkohshme bashkë me Ismail Qemali u kujdes në fakt që në hapat e parë të shtetit, mbas aktit pavarësisë, një veprim i rëndësishëm, po aq i rëndësishëm do të ishte themelimi një banke kombëtare. Po fatkesisht nuk u arrit të themelojë një bankë kombëtare dhe për këtë arsye ne nuk e kemi monedhën tonë që nga momenti i pavarësisë. Do të ishte në 25-ën me themelimin e bankës kombëtare ku do të emetoheshin kartmonedhat dhe monedhat e bankës. Por, nga Kongresi i Lushnjës u morën vendime, pra kemi një seri kartmonedhash nga Korça vetëqeveritare, nga Krajina e Korçës, që mbulon pjesën e qeverisë pra të Korçës në ato kohë, nga ato vite, por ajo që është më e rëndësishme për të përmendur janë kartmonedhat lokale, të cilat u emetuan mbas Kongresit Lushnjës. Në mungesë të një banke kombëtare dhe një monedhe kombëtare, në Shqipëri në atë kohë çarkullonin shumë monedha dhe kartmonedha të vendeve të tjera, dhe u vendos që bashkitë e qyteteve të mëdha të emetonin në formë lokale, pra nga vetë bashkitë, kartmonedha lokale për përdorim lokal, ku bashkitë e para si Korça, Shkodra, pastaj Vlora, Berati, Elbasani, deri te Gjokastra, Delvina, Fieri emetuan kartmonedhat e tyre. Dhe kjo periudhë nga Kongresi i Lushnjës deri në themelimin e Bankës së Shqipërisë në 25-ën është mbuluar me seri të veçanta kartmonedhash, të cilat janë që për mua në koleksionin tim mban një vend të rëndësishëm. I ke një pjesë, vetëm shumë pak nga koleksioni i monedhave dhe kartmonedhave, po cilën ke atë më të veçantën, më të rrallën që nuk... Të rralla janë të gjitha, por qytetet e cilat i emetuan në vitet e fundit, pra në 24-ën, padyshim që janë shumë herë edhe më të rralla. Dorë më dorë kanë kaluar në atë periudhë deri në ditët e sotme, ruhen nga koleksionistët. Këtu do veçoja si të veçanta patjetër, ja për shembull ato të Vlorës. Këto të Vlorës janë interesante se janë dhe me figurën e Ismail Qemalit. Edhe me portretin e Ismail Qemalit. Ndërkohë të Elbasanit janë shumë të rralla, do thoja vetmet që ndodhen në dijenin time të paktën në Shqipëri. Pra nuk i ka njëri tjetër këto? Në Shqipëri, nga koleksionistët di që janë vetëm këto tre, këto kanë mbijetuar. Se kjo është gara mes koleksionistëve, kush e ka dikë më të rrallë, një objekt më të veçantë. Një pjesë e kënaqësisë, por ajo që ndodhi ishte mbas themelimit të Bankës së Shqipërisë, u dha një urdhër që bashkitë t'i tërhiqnin këto kartmonedha që kishte qarkullonin pra në qytetin në rreth dhe t'i azjesonin. Dhe prandaj kartmonedhat lokale kanë jo vetëm një rëndësi të veçantë, por bëhen edhe më të rralla. Më të rralla, sepse ndenjë për një periudhë të shkurtër. Eksakt. Dhe më pas ato u troqën sipas urdhrit që doli. Ndërkohë në Tryezë një pasqyrim do doja tani të Tryezës, meqense e lidhin pak dhe me shtypin, se si shkruajnë sot dhe dikur gazetat, shtypi i ditës për të pasqyruar për vjetor të ndryshëm. Nga cili vit deri në cilin vit i ke? Aty janë një pjesë e koleksionit të shtypit të ditës, gazetave që nga vitet 1921, 22, 27, e kështu me radhë, deri në vitet 90, se si është pasqyruar në shtypin e ditës festa e pavarësisë, pra dita e flamurit. Jo vetëm pasqyrimi, po dhe cilësinë e
e letrës, se gjithçka e detajuar studiohet. Duhet shikosh rëndësinë që i jepte atë qeveritë që kanë qenë të kohës atëherë, rëndësinë që i jepte kësaj dite. Dhe duhet ju falenderoj dhe juve si prezantuese, si media që të paktën e bëni sepse ka rënë shumë ky promovimi. E shikoj sot që shkojnë vën një kuror me lule atje dhe kaq u mbyll, nuk ka as aktivitete, as ekspozita. Në një ekspozitë për t'i pasqyruar gjithë koleksionet tuaja, se mundohemi merremi në mënyrë personale që mund t'i bëjmë, po nuk mund t'i bëj dot një koleksionist ose shoqata e koleksionistëve vetëm. Se duhet një infrastrukturë e tërë, kjo është një flamur i rrallë. Ndërthurja me institucione shtetërore, bashkëpunimi. Një bashkëpunim i vazhdueshëm dhe këto janë data të veçanta ku publiku i gjerë mund të njihet përmes aktiviteteve të ndryshme, ekspozitave të veçanta, mund të njihet shumë me historinë, po duke prekur historinë, jo thjesht përmes librit. Aty duket dhe rëndësia e shtetit. Nëse do ta shikosh që shtet se sa i rëndësishëm, se pasaj do krahasosh me këto shtetet e Afrikës, aty duket te identiteti i tij. Nëse ti dhe në ditë të caktuar nuk e promovon identitetin tënd, si do e mësojmë pasaj fëmijët, si do e mësojnë të tjerët? Patjetër. Me vlerë ishte edhe si një thirrje kjo, për ta patur parasysh një ekspozitë mëson shumë se sa në libër në teori dhe ato që ne shohim kur e prek objektin dhe materialin arkivuar dhe të ruajtur me kaq shumë pasion nga ju. Me financimet tona kemi vajt edhe në Vlorë që bënim ekspozita, i çonim dokumentat, edhe shumë njerëz, shumë fëmijë vinin i shikonin nga afër, njifeshin me dokumentat, me objektet. Tani është pak punë të vyer keni me shumë pasion, me konkurrencë mes koleksionistëve në thonjza e thash këtë, po edhe me ato kënaqësinë e madhe kur gjendet një objekt i rrallë dhe zotëron secili prej jush. Kemi dhe koleksionin e flamëve, meqense jemi drejt fundit, sepse siç e tha edhe Juli në shoqatë janë koleksionistë të profileve të ndryshme dhe unë do ta falenderoja zotin Florent Kalivopulli për flamujt që na ka sjellë. Një pjesë të vogël sepse janë shumë i gjerë. Faleminderit edhe një herë dhe shumë suksese në punën tuaj. Shumë faleminderit. Gëzuar ditën e flamurit. Gëzuar dhe ju të gjithëve. Kalofshi një ditë të bukur, fundjavë të mbar, mirupafshim.